komplet lagja. Ska që kur fa ndryshimi tjetër. E kanë marrë nëse vendimin që... Po, se për shumë edhe ka pasë raportime po dhe fura tjera do më që prej 50 centë është bu në 60 centë. Para më ndër 60 u konë për krejt tjera, veç këtu u konë 50. Për shumë në që 10 centë e kanë rritë bukën, më konë për shumë në qënim. Po ti së mund me konë, ti me pos 50, ti me pos 60. E mile, që qëndron mile? Mile nuk ka në vejtë në momentin, është që konë. Punëtorë të shumë bizneseve të mëdha vendore protestuan me 29 maj 2025, duke vendosur kamione makineri të tjera, duke bllokuar pjesën më të madhe të hyrjeve në kryeqytet. Protestat u organizuan në shenjë pakënaqësie ndaj vendimit të zyres së rregullatorit për energji, i cili parashikon që bizneset e mëdha të kalojnë në tregun e lirë të energjisë elektrike. Protestuesit lanë të lirë vetëm një kursi, duke konsideruar të domosdoshme për rastet emergjente dhe për funksionimin e ushtrimeve Defender që po zhvillohen aktualisht në Kosovë. Vendimi i ZRE-s që pritet të hyjë në fuqi me datën 1 qershor 2025 i detyron të gjitha bizneset që kanë mbi 50 të punësuar ose një qarkullim vjetor mbi 10 milion euro të kalojnë në tregun e lirë të energjisë. Sipas përfaqësuesve të Odës Ekonomike, ky vendim është i papërshtatshëm për kushtet aktuale të tregut dhe nëse zbatohet, do të rrezikojë stabilitetin ekonomik të shumë bizneseve të mëdha. Kërkesa përfaqësuesve të Odës Ekonomike ndaj ZRE-s është që ky vendim të shtyhet të paktën për një vit, derisa të kalohet faza e tranzicionit dhe bizneset të jenë të përgatitura për këtë ndryshim. Policia e Kosovës ishte e pranishme gjatë gjithë kohës së protestës, ndërsa në ndihmë erdhi edhe njësia speciale për të asistuar në rast nevoje. Për më shumë se 2 orë blokad, protestuesit u shpërndan duke liruar plotësisht hyrjen në Veternik, ndërkohë organizatorët paralajmëruan se protestat do të vazhdojnë çdo ditë nëse ZRE nuk merr masa për shtyrjen e vendimit. Shikues të nderuar, mirë mbrëma dhe mirë se vini në Kallëzo për një me. Qeveria e Kosovës dhe zyra e rregullatorit të energjisë nga 1 qershorit ka nisë zbatimin e një skeme të re të pagesës së energjisë elektrike. Prej 1 qershorit, me mision për t'i vendosur në treg të hapur bizneset e mëdha, ZRE ju kërkoi rreth 1300 bizneseve të nënshkruajnë kontrata për të dalë në treg të hapur. Por çka kishte ndodhur para këtij vendimi? Disa muaj para se të merrej ky vendim, për krahas të Albin Kurtit u vendosën në bordin e Kostit. Thënë më shkurt, në njërin prej mekanizmave që merren me këtë punë u vendos ish gruaja Eli Burnaliut dhe nipi i zëvendës kryeministrit Besnik Bislimi. Me vendim të kuvendit, Lumnie Zeka dhe Gzim Tosuni u vendosën në Kost. Kost është ndërmarrja që garanton qarkullimin ndërkombëtar të energjisë elektrike. Për të vazhduar tutje, disa ditë pas zgjedhjeve, ZRE pa ndonjë paralajmërim të mëhershëm i njoftoi bizneset se që nga 1 qershori do dalin në treg të hapur. Çka dim deri më tani, njoftimi nga ZRE këtyre bizneseve u shkoi në vesh, pra 2 muaj para daljes në treg të lirë. Bizneset gjatë kësaj kohe kërkuan oferta nga furnizuesit, por që sipas tyre morën oferta marramendse me mbi 200% më shtrenjtë dhe atë në pjesën më të madhe nga Kesko. Sipas të dhënave zyrtare, në vend janë 21 kompani që tregtojnë energji, por deri më tani ofruesi më i madh i këtij shërbimi është Kesko. Por, çka ndodh tutje, në ditët e fundit kuptohen edhe rrethona të reja. Kompania tjetër që do ofrojë energji është edhe vetë Korporata Energjetike e Kosovës. Në këtë temë duhet me gjurmu pak më thellë. Bordi i Kekut së fundmi ka caktu Ylber Batallin me drejtu këndërmarrje. Para se me qenë drejtar në Kek, Ylber Batalli ka qenë drejtar në Kerc. Që ashtu është sill puna që prej kompanisë turke që e ka bler rrymën prej Kekut, Batalli u bë drejtar në Kek, edhe me i bë konkurrencë Kecit me çmimet rrymës. Për me shku tutje, kjo skem shkon të u të fillu, edhe më shumë kur kuptohet se kush tjetër ka më qenë pjesë të tregtisë së energjisë elektrike. Kur kryeministri Kurti fliste me amerikanët për energji elektrike, krahas tij qëndronte Luan Dalipi. Luani është shef i stafit të kryeministrit dhe këshilltar i kryeministrit. Thënë më shkurt, pozicioni i tij është shumë i rëndësishëm në qeveri.
Po pse është i rëndësishëm roli i Luanit në këtë treg? Luani, para se me punu të kryeministri, ka pas biznes privat. Biznesi i tij ka emrin MDA dhe është biznes bukur i suksesshëm. Biznesi tash është në pronësi të vllaut të Luanit, Dritonit. Çka ndodh në kohën kur në zyret e shtetit është fol për vendimin e ZRE-s, MDA-ja aplikon për me marrë licencë për tregtim të energjisë. Pra, krejt në fund, kur shërren ardardha, handardha. Këto vendime të qeverisë i kanë nxjerrë në rrugë bizneset, por kryeministri Kurti ishte shumë i ashpër me bizneset që protestuan kundër këtyre vendimeve. Ne i mirë kuptojmë brengat e tyre në lidhje me sfidat e kësaj faze tranzicionit, por është rëndësishme të theksojmë se ky proces nuk është i befasishëm. Ligji për energji elektrike është miratuar që në vitin 2016. Faza e parë e liberalizimit ka filluar në vitin 2017 me daljen e 3 ndërmarrjeve të mëdha në treg, ndërka që faza e dytë është shtyr disa herë në 8 vitet e fundit. Nga ona jonë, si qeveri, kemi përkrahur të gjitha bizneset gjatë pandemisë dhe krizës energjetike, kur ato kishin më së shumti nevojë. Veçanërisht kemi qenë dhe do të jemi gjithmonë pranë prodhuesve vendor. Oda ekonomike e Kosovës, që do duhet të qëndronte pranë bizneseve për të përballur me realitetin e ri, sot po tenton të bllokojë rrugët magjistrale me një kërkesë të vetme, shtyrjen e zbatimit të liberalizimit të tregut. Shtyrjen e vendimit po e kërkojnë me justifikimin se për një vit do të përgatiten, duke injoruar faktin që nga ona e tyre nuk kanë bërë asnjë përgatitje për 8 vitet e shkuara, përderisa o shtyr nga viti në vet ky proces. Të dashur qytetar, të dashur përfaqësues të bizneseve, ajo çfarë oda ekonomike e Kosovës nuk po ju tregon, është se plotësimi i kërkesës së tyre nuk e zgjidh problemin. Por veç se e bart koston e energjisë së këtyre 1200 ndërmarrjeve te faturat e secilit prej jush. Por koha e barrikadave në Kosovë ka kaluar. I kemi hequr ato kudo ku kanë qenë dhe jemi zotuar që nuk do të lejojmë më të reja të vendosur. Në krejt këto fjalime, kryeministri dhe qeveritarët e tjerë nuk kanë dhënë asnjë koment për biznesin e ri që po lind e i cili kontrollohet nga familja e Luan Dalipit. Luani e ka lëshuar një komunikat ku thotë që Dritoni, afares që më shumë se 20 vite, është qytetar i lirë dhe ka të drejtë të angazhohet në zhvillim biznesi, si çdo qytetar tjetër në këtë vend. Luani thotë se ka shërbyer me dinitet dhe përkushtim në qeveri që 4 vjet. Kjo nuk do të thotë që gjithë familja ime ka hyrë në qeveri, thotë Luan Dalipi. MDA për kallzo.com ka deklaruar se më 27 maj 2025 ka aplikuar për licencë për furnizim energji elektrike, në përputhje me procedurat dhe kërkesat e zyrës së rregullatorit për energji. MDA është një kompani private me mbi 20 vjet provojë në fushën e konsulencës profesionale dhe nuk është pjesë e spektakleve mediale me prapavi politike. Angazhimi ynë në sektorin e energjisë është në përputhje të plotë me misionin tonë për të ndihmuar zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit privat në Kosovë. Në ndërkohë kemi pa çka ka bëu Luani në fushën e energjetikës. Ai ka marrë pjesë në takime ku është fol për energji. Për shembull, ka qenë pjesë e takimit virtual që ka pas kryeministri me kryeshefin ekzekutiv në detyrë të korporatës së sfidave të mijëvjeçarit, ku është fol për energji dhe furnizim. Ai ka pas informacione të ballshme për këtë fushë. Mbrëm, në intervistë e kam pyet edhe shefin e ZRE-s nëse Luani ka pasur rol gjatë këtij vendimi. Çka ka thonë kryetari i bordit të ZRE-s për këtë punë. Ne çdo proces, siç e dini, i bëjmë në mënyrë transparente. Edhe këto kemi kushdo që aplikon ZRE, ne i bëjmë publike dhe kërkesa. Po flasim për kompaninë MDA. Po thash edhe një herë, secili prej që i plotson kriteret ligjore, ZRE-ja i shikon deri me tani kjo çështje është në kuadër të stafit profesional të ZRE-s, ajo kërkesë ende s'ka ardhur. Por ka aplikuar kjo kompani për me u licencu? Për besën e sot e pash në lajme, mirë, po thash edhe një herë, secili prej këtyre që aplikuesve që i plotsojnë kërkesat, ne publikojmë edhe listën e aplikantëve, po të njëjtën kohë edhe listën e të licencuarve. Kushdo që i plotson kriteret ligjore, ZRE-ja është obliguar ka përveçacion. Cilat janë kriteret ligjore që duhet mi plotësuar? Kemi një rregull të veçantë, ndoshta s'mund t'i listojmë, por rregulla është publike dhe janë
të publikune kriteret për çështjen e licencimit. Rregula është e publike dhe secili prej juve mundet me I pa, në njëjtën kohë edhe regjistri I furnizuesve të licencuar, por edhe ata që janë në proces janë të Qysh e shpjegon ju faktin që kompania në fjalë ka aplikuar për me marrë licencën për me u bë furnizues tek pasi që është publiku vendimi për me I vendosur në treg të lirë kompanitë, bizneset e mëdha të Kosovës. S'kam asnjë shpjegim për këtë çështje, mendoj që unë ka drejtë secili që I plotson kriteret ligjore me aplikuar në zërreje dhe me u licencu. Edhe për zërrejen besoj që ai ende s'ka ardhur në bord, është në kuadër të stafit profesional, vlerësimit stafit profesional të zërrejës. Por me mund me u licencu, a ka nevojë që kompania në fjalë me pas përvojë në fushën e energjisë apo vetëm me pas punëtorët dhe kapacitetet? Janë kërkesa ligjore, afërsisht nuk ka kërkesa shumë të vështira, po janë kriteret profesionale, janë CV-ja e stafit, edhe stafit do të keni, si më thonë, secilin janë kriteret e përcaktuara në kuadër të rregullës për licencim. Edhe duhet të çojnë I business plan, tregun që synojnë e janë disa kritere tjera që janë përcaktuara me rregull. Ju keni qenë disa herë në kryeministri, po të më ditë, a jeni takuar një herë me Gjuan Talipin? Ndoshta ne ishim edhe tani në diskutim me bizneset dhe jemi taku, po jo kështu ndonjëherë s'kemi pas asnjëherë s'kemi pas kontakt direkt ose takim direkt as për çështjet e energjisë asnjëherë. Por, pse me kaq ngut dhe çfarë pasoja ka kjo për ekonominë e vendit? Sepse po flasim për 1300 kompani që kanë qarkullim vjetor prej 12.8 miliard euro dhe kanë numër mesatar të punëtorëve prej 230.500. Këto dhëna I kemi marrë nga administrata tatimore e Kosovës. Ligji është nxjerrë në kohën e Isa Mustafës, por as Isa Mustafa e as qeveritë e tjera nuk e zbatuan. Në odën ekonomike të Kosovës thonë se për vendimet u njoftuan tepër vonë. Sfida e parë është që nuk ka dhënë mundësia mu përgatitë bizneset. Sfida e dytë është përveç nuk ka dhënë mundësia mu përgatitë bizneset se ka qenë periudha shumë e shkurtë kohore që janë njoftu, nuk është përgatitur edhe tregu dhe pasojat do t'i vrejmë në mbyllje të shumë bizneseve, në ngritje të çmimeve ose të produkteve vendore, po edhe në ofrimin e shërbimeve që e bojnë kompanitë tona ose anëtarët e odës ekonomike. Do të ketë mbyllje të vendeve të punës, lirim të punëtorëve dhe të kurrje të ekonomisë së Kosovës. Ne I kemi dërguar kërkesat për oferta, përkatësi shoqata e prodhuesve që funksionon brenda odës ekonomike. Në emër të prodhuesve kemi dërguar të gjithë 19 furnizues që na ka ofruar listën zyra rregullatorit të energjisë elektrike dhe prej 19-ve vetëm një Kesko ka ofertuar. Asnjë tjetër s'ka ofertuar. Bile e vetmja ka qenë Noa që me shkrim ka njoftuar që nuk janë të interesuar me shit energji elektrike këtë vit ose me furnizu bizneset e Kosovës për vitin 2025. Keku ka njoftuar që nuk ka mundësi dhe kapacitete, se edhe Keku posedon licencën për furnizim, ndërsa të tjerat nuk janë paraqit fare. Oferta e Keskos shkon prej 240 deri në 300-400% më shumë se sa që kanë pas deri më sot bizneset çmimin e energjisë elektrike. Biznesi nuk është kundër daljes në tregun e lirë. Qëllimi I daljes në tregun e lirë është ti për të gjetë energji elektrike më lirë se që ki sot dhe në kuptimin më kualitativ që s'do të ketë ndërprerje, s'do të ketë reduktime, po edhe në kuptimin e tensionit se kena makinerit fjalës fundit që shumë produstone kanë ble dhe ndërkohë kanë pas problem për shkak tensionit tëlt të energjisë elektrike që ju ka shkaktuar shumë dëm në proces të prodhimit. Përveç që çmimi është në qiell, siç thamë prej 250 dhe 60 deri në 400%, ti kërkon edhe 2 muaj me qenë paradhënje. Domethënë ti si biznes I Kosovës duhet me kreditu me 2 fatura mujore Keskon në avans. Është obligim I Kekut që për nëse nuk bizneset nuk arrin me nënshkru kontratë për njëri prej ofertuesve, për 60 ditë me I furnizu bizneset me energji elektrike. A keni bisedu me korporatën energjetike të Kosovës sa përket kësaj çështje? Po, kemi kontaktuar me ta, ata nuk kanë asnjë njohuri që zhbohet kjo punë ose çka do të më bëj. Janë totalisht pa përgatitur. As nuk kanë staf I cili është I përgatitur për të marrë me këtë punë, pse na e kemi kërkuar një vit. Janë milion arsye për 4 thelbësore. E
E para, si që thash, me përgadit tregun. Nuk mund t'ja kërkosh biznesit del në treg lirë pa ja përgadit. Përgaditja, krijoja kushtet biznesit, lejoja biznesin që me vullnetin e vetë të del në tregun e lirë. E dyta, biznesit duhet mu përgadit, edhe në kuptim financiar, edhe në kuptimin e organizimit të brendshëm, burime njerëzore. Se është një punë që ti ki mu marrë në baza ditore me bursa, me ofertust, po përveç kësaj që e kontrakton një energji elektrike, e blen si biznes, ti duhet ta përcjellsh edhe në rastet kur lind ndonjë kontest ose konflikt administrativ ose të më shku me një arbitrazh, të më pas njerëz, domethënë kërkon ekstra një organizim të brendshëm brenda biznesit. E treta, duhet të kem të licencuar furnizues në tregun ton, që do të jenë përgjegjës ligjërisht pranë gjykatave të Republikës Kosovës, pranë zyrës rregullatorit të energjisë elektrike. Sot me ndodh mu diçka me një furnizues që është licencuar në Shqipëri, unë nuk mundem me nxjerr pranë organeve tona gjyqësore. Sa ai nuk e ka marrë licencën e ZRE-s, e ka licencën e autoritetit rregullativ në Republikën e Shqipërisë. E katërta, çdo biznesioni kontratën minimale për shitjen e madrave ose për ofrimin e shërbimeve e ka 1 vjeçare. Dhe brenda kësaj kontratës janë të parapara dhe penaltit qoftë se biznesi jonë në mënyrë të njëanshme shkëput për X arsye, që në këtë rast për shkak të energjisë elektrike. Se energjia elektrike është kosto operative dhe ndikon drejt për drejt në kostën e prodhimit. Dhe çka ndodh? Produkti jonë do të jetë më i shtrenjtë në krahasim me ato që kishim deri sot. Dhe nuk do të jetë konkurrencë me produktin e importuar. Po edhe në tregun e huaj, një treg që kanë fituar me shumë njerëz, me shumë mundi, me kapacitete veta private, në rast se bie kërkesa për produkt, kë nuk mundet me prodhu, kë do të me ndalë kontratën, po nëse e ndalë qatë kontratën, ndërpret, janë penaltit që do t'i paguaj. Këto janë bizneset që e majnë buxhetin e shtetit. Janë 1300 biznese. Këto 1300 biznese punësojnë 143.000 të punësuar në sektorin privat, se në total janë 330.000. Domethënë 50% e të punësuar në sektorin privat e përbëjnë këto 1300 biznese. 46.8% sipas anketës që kemi bën këtë dhe ditëshin e fundit, kur i kemi pyet se sa mundet me ndiku çmimi i energjisë elektrike sipas ofertave që i kanë marrë në reduktimin e prodhimit apo në humbjen e vendeve të punës, 48.6% janë deklaruar që po, do të ndikon. Atëherë çka i bie kjo? Kjo i bie që për 141.000-shit, 63.000 vendet punës janë potenciale mu rreziku nga mbyllja, sipas analizës që e kemi bë. Dhe këtu e shes sa është dami i madh. Qofse një sport familjare vitin e kaluar me ka bler me 500 euro, këtë vit i vjen 750 euro. Mesatarisht. Një sport e vogël familjare. Domthon për 250 euro ju ka shtrajtu shporta në trendin që është duke shku inflacioni dhe ngritja e çmimeve, po jemi të folë se ende biznesi nuk e ka marrë faturën e rritur. Peni qeshorit, fund qeshorit do të shohim pasojat. Nga një herë, çmimet nuk ngritën njëjtën masë sa kostën që ngritën, po janë ato çmimet psikologjike që konsiderojnë që janë të plota. Le të supozojmë nëse buka është shit për 50 cent, edhe ngritja e çmimeve ka afektuar që çmimi i bukës ngritet në 54 cent. Mirë po, prodhuesit e furrat e fabrika e prodhimit bukës nuk e ngrit në 54, por e bën plot me 55 cent ose me 60 cent. Por pra në prill të këtij viti, ZRE-ja e ka miratuar themi një rritje prej 16.1% të çmimit të energjisë elektrike, një rritje lineare pra për të gjithë konsumatorët. A e keni vërejt pra pas këtij vendimi ose para këtij vendimi, a ka pas shtrenjtim pra të produkteve në Kosovë, pra dhe si ka ndiku kjo në shportën e konsumatorit. Dhe pra dhe një pyetje tjetër, a keni bën ndonjë parashikim pra se sa mund të shtrejtohen pra produktet? Agjencia Statistike e Kosovës nuk bën ndonjë projekcion ose parashikime se sa do të ngriten çmimet, metodologjikisht ne përcjellim apo monitorojmë ngritjen reale. Po, na kemi përcjell informacionet nga mediat që do të vendimi i ZRE-s për ngritjen e çmimeve, mirë po vendim që ka hyrë në fuqi në fund të muajit prill apo nga 1 maj i këtij viti. Ne presim që do të ketë ndikimin në ngritjen e çmimeve, tash në muajin maj që veç ka përfunduar procesi mbledhjes së çmimeve, dikun
ka me pas efektet e veta. Dhe këto ngritje nuk kanë me qenë parabarta me 16% se sa është ngrit çmimi i energjisë elektrike, po kanë me qenë të afektume në çdo produkt atje ku kanë pjesëmarrje në strukturën apo në kostën e atij produktit. Komplet lagja. S'ka që kur farë ndryshimi tjetër. E kanë marrë nëse vendimit. Po, se për shumë edhe ka pasur raportime po të fura tjera, do më që prej 50 cent është bu në 60 cent. Para më ndër 60 u konë për krejt tjera, veç këtu u konë 50. Për shumë që 10 cent e kanë rritë bukën, nuk monësh për shumë në rëqmim. Po ti s'munësh me konë, ti me pos 50, ka me pos 60. E Milli, që qëndron Milli? Milli nuk ka në vejtë për momentin. Ose të morë, po të tjera të një Okej. Ka 19 operatorë të cilët na i kemi dërgu kërkesë për të marrëmi ofertën edhe të njehemi më shumë me këtë situatë me cilën do të ballafaqohemi. Na është dashur 2 muaj ditë, ndoshta rreth 2 muaj ditë të derisa një nga operatorët ka arritë dhe të na jep një çmim i cili ka qenë çmim jashtëzakonisht shumë i lartë, si çmim i ofertues në fillim. Kompania vetme nga 19 operatorë të cilët kanë qenë të licencuar, ka qenë kompania Kesko, e cila na ka arritë dhe na ka kontaktuar për me ofertu, për me diskutu çmimin me të cilën mund të nënshkruajmë kontratë nga data 1 qershor. Çmimi fillestar nga një nga takimet që kam qenë vetë prezent është bazuar mbi kalkulimin e kosteve të vitit të kaluar dhe nëse kishmi marrë një çmim fiks sikurse është prezantuar, domethënë janë 2 forma të çmimit të cilat kompanitë mund të nënshkruajnë për tregun e lirë, çmimi variabil dhe çmimi fiks. Si mesatare e periudhës qershor deri në dhjetor, çmimi i ofertuar ka qenë rreth 264 euro për megawatt. Ndërkohë, kompania, cilën e kom përfaqësuar në këtë rast, konsumin, bazë konsumit, çmimi mesatar të vitit kaluar ka pas 73 euro për megawatt. Prandaj ka qenë një rritje jashtëzakonisht shumë e madhe. E kemi ngritë këtë çështje më një herë edhe me kompani tjera. Të njëjti rast është domethënë edhe të një pjesë e konsiderueshme e kompanive prodhuese ku çmimet e ofertuara kanë qenë jashtëzakonisht shumë të larta. Po du me ditë sa kompani prodhuese kanë me u prek prej këtij vendimi edhe a ju kanë kthy përgjigje furnizues tjerë. Çka ju kanë thonë ata përveç Kesko, se na treguat se vetë Kesko ju ka dhënë ofertë, po çka kanë thonë tjetër, ju kanë kthy përgjigje. Po, disa prej furnizuesve na kanë kthy përgjigje. Sharcemi na ka thënë që unë nuk kam plan të furnizoj tregun, nuk jam i gatshëm për me jap, sepse kam këtë kontratën vetëm për nevojat mia të furnizimit. Në përgjigje nga Keku që e kemi marrë, Keku na ka thënë që ne jemi të gatshëm, nuk jemi të gatshëm me ju furnizu sepse këtë prodhimin tonë e kena të orientuar edhe të obliguar me dhanë vetëm ndaj Keskës. Së fundmi Keku ka filluar me reagu, po shpresojmë për mirë, po presim ende s'kemi diçka konkrete, ndërsa nga operator tjerë ka pas që cilët na kanë thënë që nuk janë të interesuar për me ofertu në këtë situatë. Dhe ka kompani të tilla të cilët raportojnë edhe na njoftojnë, të cilët nëse na vazhdojmë me këto çmime të tregut, na urojmë që të ketë çmime të cilat janë me rajonin edhe të janë konkurruese, sepse kjo është logjika e tregut lirë. Nëse vazhdojnë nga 1 qershori me kontrata të tregut të lirë, me çmime të tilla, nuk do mend që në një periudhë shumë afaqshme ndoshta do t'i durohen edhe ta mbyllin komplet prodhimin. Dhe kjo realisht është nuk po du me shpërnda panik, po është shqetësimi i tyre të cilët ata e ngrisin te na. Kompanitë është e vërtet që jo të gjitha kompanitë prodhuese ndoshta e kanë pjesëmarrjen e njëjtë të shpenzimeve të energjisë elektrike, mirë po një kompani e konsiderueshme e prodhimit do të preket edhe do të afektohet jashtëzakonisht shumë. Prodhuesit kanë kërkesë shumë të sinqertë. Mos na detyroni të dalemi në tregun e lirë, të paguajmë shpenzime operative, se shpenzimi operativ nuk krijon të hyra. Ai është një shpenzim rrjedhës operativ i asaj periudhe, ma nuk rrjedh.
na kemi projekte konkrete të cilët kishmi mujtë mi kapitalizu ato shpenzime dhanë. Investimin, të këtejmë shpenzimin në investim dhe në këtë rast përfiton shteti, përfiton biznesi, përfiton konsumatori, përfiton edhe vetë institucioni, sepse është një strategji e energjisë gjelbërt për investime, sidomos në panele solare, dhe na e kena atë potencial në bashkëpunim në institucionet e vendit me mbulu mbrana këtij intervali kohor, nëse ndëgjohet kërkesa jonë për pezullim të këtij vendimi, nuk po kërkojmë shtyrje patjetër një vjet, po kërkojmë një shtyrje e cila e arsyeton fazën kalimtare, tranzitore të kësaj situate, të përgatitemi krejt bashkë. Na jemi për treg të lirë, nuk jemi kundër liberalizimit të tregut të ri. Na jemi për një treg liberal, të lirë, i cili na ofron konkurrencë, sot konkurrencë nuk kemi. Konkurenca mundet më kriju ditët e fundit, pa është zgjidhja. Sipas Regjistrit Publik në Kosovë, ka 21 kompani që tregtojnë rrymë, por jo të gjitha kanë dhënë oferta. Ekipi ynë ka kontaktuar disa prej kompanive. Kompania Future Energy Trading na ka thënë që kanë dërguar oferta tek bizneset e mëdha, por që nuk kanë nënshkruar ende kontrata. Nga kompania GSA Energy na kanë thënë që kërkesat për oferta janë duke i trajtuar zyra e Tiranës. Ka pasur kompani të tjera të cilat nuk na kanë kthyer përgjigje. Na kemi dërguar oferta. Po sigurisht se klientët nuk kanë dashur të tregojnë prej kujt kanë marrë oferta, çfarë janë ato. Kështu që kemi dërguar oferta, edhe jemi pritje të kontratave nëse përfundojnë. Pavarësisht nuk e di a kanë planuar jo, kjo ajo çka tjetër, kështu që asnjë prej kontratave kemi nënshkruar në rregull jemi për momentin, nuk kemi oferta kemi dërguar. Unë nuk jam i autorizuar me fol për gazetë. Bazën e kanë ata në Tiranë, na jemi të i marrë ofertat, po ju dërgojmë tabelën se çka duhet me plotësua dhe janë në shqyrtim. Tirana. Po, Tiranë. Kërkesa e bizneseve është refuzuar nga zyra e rregullatorit dhe qeveria në detyrë e Kosovës. I kam kërkuar intervistë ministres Artana Rizanolli, por ajo nuk ka pranuar. Për këtë arsye, i kam shkuar në konferencë për shtyp me i parashtruar pyetje për këtë temë. Ministre, Shqipëron Gjema prej Kallzopi.com, ju kam dërguar gjatë kësaj jave disa herë kërkesë për intervistë, po duke qenë se nuk më keni kthy përgjigje, po du me marrë disa sqarime këto. Fillimisht, po du me ditë, po thirrni në liberalizim të tregut, po a mundën me pas treg të lirë të energjisë, kur të gjithë rrymën të cilën e prodhon Keku e merr Kesko, edhe është ai të cilën e shet në tregun tonë, ndërsa furnizuesit të tjerë duhet me marrë energjinë elektrike nga jashtë. Kesko, në kuadër të kontratës së privatizimit, e blen energjinë nga Keku për konsumatorët që janë në treg të rregulluar. Keku te pricat i shet në treg për të gjithët dhe të gjithë furnizuesit tregtarët kanë qasje në këtë energji shtesë. Në fakt, pikërisht duke dalur kompanitë në treg, lirohen disa prej këtyre kapaciteteve të Kekut që duhet i jepen Keskos, ato dalin në treg, shiten në treg ku të gjithë kanë qasje në to, dhe pikërisht në këtë mënyrë rritet konkurenca në treg, që 1% të kompanive më të mëdha, më të fuqishme, veç 200 prej tyre 980 milion i kanë pas fitimet vjet. Mirë po, ndikimi i energjisë elektrike, që është vetëm një komponent, pas ka me i rrit çmimet shumë fish më shumë se sa që është rritja e çmimit të energjisë elektrike, dhe kjo po ndikoj ka në të gjithë shportën e konsumatorit. A i dini sa gabime logjike, veç në këtë tregim, pa informata, pa hy me bo matematikën, ka nga e para deri tek e fundit. Çfarë po ndodh është që kompanit, po jo veç kompanit, dhe nuk po i përgjithsoj këtu të gjitha, mos më keq kuptoni, si që dhe thash më herët, menoj që këta që janë të zëshëm, e që po e bëjnë këtë debat kinse në të mirë të publikut, në fakt e kanë për interesat të ngushta të disa kompanive. Dhe janë munduar, dhe shpresoj që nuk ja kanë arrit, që problemin e tyre ta shndrojnë në problem të qytetarëve, në frikë të qytetarëve, në panik të qytetarëve, në mënyrë që pa dashur qytetarët të bëhen zëri i tyre e të thuhen mos të rritet çmimi për ta.
Ota ekonomike, që sot tentoj t'i blokon të rrugët, po thot shtyjeni procesin dhe ne do të përgatitemi për një vit. As një hap nuk janë gjendje të thonë që e kam bërë për t'i përgatitur bizneset për liberalizim të tregut për 8 vite që është shty. E vetmja zgjidhje e tyre është shtyrja, po a i dini çka nuk po ju tregojnë. Ajo zgjidhja e tyre nuk është zgjidhje. Çka po thonë ata është mbani këto biznese më të mëdhajat, më të fuqishmet, në treg të rregulluar. A e kuptoni çka do të thotë kjo? Kjo do të thotë që këto të hyjnë në tarifat për të gjithë ne, që të ketë një rishikim tarifor, që të në rritën tarifat të gjithë familjeve, të gjitha 99% të tjera të bizneseve. Oda ekonomike ishdo është me tregu pse menon për 1%, e do bën për 1% në kurrez të 99% të bizneseve të tjera që janë më të vogla, që janë më të pafuqishme. Keku nëse jep oferta në treg, nuk mund ta shes energjinë e vet. Energjinë të pric e qet në treg, prej tregut e blen energjinë për t'i furnizuar këto ndërmarrje. Keku me sa kam nga informatat më të reja është duke i parë mundësi dhe është duke negociuar me disa kompani. Mirë po nuk e di se si do të përfundoj ky negocim, po pavarësisht kësaj, dua ta theksoj edhe një herë për ndërmarrjet që Keku është furnizuesi i mundësisë së fundit. Ligji ndërmarrjeve që nuk kanë arritur të sigurojnë kontrata të rregullta, u ofron mundësinë e fundit që të furnizohen 60 ditë përmes furnizuesit mundësitë së fundit, e ky është Keku. Në ndërkohë, deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë ngritur zërin e tyre për këtë vendim. Deputetët e pozitës kam tentu me intervistu, por të gjithë janë pro vendimit. Prej dielës me në qershor hynë fuqi vendimi për me dalë biznesit të mëdha në treg të hapur, është paralajmëruar edhe shtrejtimi të gjitha produkteve. Shëshini si deputete edhe a keni ndërmarrë diçka në momentin që konstituohet legislatura e 9. Deputete, janë 1300 bizneset mëdha që kanë me dalë në treg të hapur. Deputet, po dalin bizneset e mëdha prej një qershorit në treg të lirë edhe ka paralajmërime që kanë me ushtrejtu të gjitha produktet. Shëshin ju si deputet, si legislatura e reja keni me ndërmarrë diçka? Unë mund me folë që kuvend tash ti presim mënyrën e votimit. Po veç ka me ndiku në jetën e qytetarëve. Nuk është tali ulena në pyetje, po është mënyra e votimit. Po na po flasim për vendimin që kanë me dalë bizneset e mëdha edhe kanë me ushtrejtu të gjitha produktet. 1300 bizneset të mëdha kanë me dalë në treg të lirë prej të dielës edhe prej të shtrejtimit të gjitha produkteve për qytetarët. A keni me ndërmarrë diçka, a jeni për tranzicionin që kanë kërku biznesit? Nga Ministri i Punëve të Brendshme po ndoshta. Po, edhe deputet. Jo dini që ligji është tashmë që 8 vjet me prit për me dalë në treg të lirë. Kjo nuk na vjen mirë, po ju duhet me kuptu një sem të thjeshtë. Ne prodhojmë jo mjaftueshëm energji elektrike për me mujt me ofru konsumatorëve një energji më të lirë. Deri tash e kemi subvencionu sikur konsumatorin në shtëpi, njëjtë kemi subvencionu edhe biznesin. Po ka momenti ku na po duhet me ble për shembull 500 euro megavatin edhe më shit biznesin me 30 euro. Tash jemi mes dilemës a ta ruajmë konsumatorin me një çmim më të lirë, që janë qytetarët e Republikës, edhe me dol biznesin në tregun e hapur. Sa për informatën juve, veç Kosova ende biznesin s'kan dalë në treg hapur. Tash nëse vazhdojmë me këtë mënyrë, edhe na importojmë me çmime të shtrejta, tash duhet më afatoru që ato qytetarëve të thjeshtë, që e përbajnë mbi 95% të konsumatorëve në këtë Republikë. Bizneset na duhet me i subvencionu, duhet me i ndihmu me mosa të ndryshme, siç e ka thonë qeveria, po bizneset njëkohësisht duhet me harru që i kanë mbi 1 miliard euro fitim në vit. Me fjalë të tjera, bizneset janë të fitu, po kam ju kushtu pak më shumë, po ne kemi më ndihmu, po na prioritet duhet me pos konsumatorin të shtëpia, që familjarët, qytetarët e thjeshtë, që punojnë me një pagë të thjeshtë, ata me pos rrymën më lirë. Janë njëjtë, sikur mi bli 2 shishe me energji, njënën e prodhojmë, njënën duhet me importu. Këtë jetën që importu për me aletu qytetarëve, duhet me dalë në treg të hapur. Për dallim, unë mendoj që do të më njoftu pak më herë zërreja, unë mendoj që do të më bollë një blok tarif shtesë zërreja, unë jam i kënaqur këtë me veprimet e tyre, po megjithatë do me qenë korrekt me qytetarët, na kjo si politikë është tu bo, që me pas qytetarët më të lirë, e kjo për me dolë bizneset është në këtë vendet të ndryshme, edhe është një ligj që prapë përsëris që tash 8 vite mi pritet më implementuar. Pritet shtrejtim i produkteve për qytetarët,
cili është qëndrimi juaj edhe si legislatura në momentin që konstituoni, a keni me ndërmarrë diçka? Normalisht ne jemi përfaqësues qytetarëve, do t'i mbrojmë interesat e qytetarëve. Mundësia e shtrejtimit të rrymës do të gjenden modalitete qeveritare për përkrajën e qytetarëve. Modalitetet ekonomike të përkrajës janë subvencionet, janë përkraja e grupeve që janë në gjendje ekonomike më të ulët. Normalisht shtrejtimi i rrymës nuk po vjen nga Kosova, po shtrejtim që ndodh në bursat ndërkombëtare dhe ky shtrejtim, kjo shtesë e çmimit të rrymës duhet paguhet nga dikush. Tash, këto para që duhet i paguaj shteti dhe që do të shkojnë në mënyrë uniforme, a do të ishte më mirë që ky 50 milion, po e supozojmë që do të duhet të paguën këtë çmim shtesë, të shkon në favor të grupeve më të rrezikume, apo ta paguajmë rrymën shtesën e shtrejtimit për gjithë qytetarët njësoj. Ne e dimë që qytetarët nuk janë njësoj të prekur nga shtrejtimi i rrymës. Ka qytetarë që kanë gjendjen pak më të mirë, ka kompani që kanë gjendjen pak më mirë edhe ekonomikisht edhe veprimit. Prandaj mendoj që qeveria është duke bë hapat, është duke studiu këto dhe një prej atyre është edhe dialogu që ne kanë filluar me kompanitë prodhuese dhe ka me pas subvencione për kompanitë prodhuese, se tek e fundit shtrejtimi i rrymës mund t'i prek mua ata të cilët edhe bojnë prodhim. Në anën tjetër, deputetët opozitar kanë qasje komplet ndryshe për problemin. Hykmet e Bajrami e LDK-s parashikon shtrejtim të produkteve pas t'i vendimi, teksa Ferhat Shalaj PDK-s thotë se ZRE ka bërë shkelje ligjore me njoftimin për vendosjen në treg të lirë të energjisë për bizneset e mëdha. 1300 kompani si pas vendimit të ZRE-s nuk po dalin në treg të lirë sepse nuk ka treg të lirë. Domethënë ta kemi të qartë këtë, edhe kjo është arsyeja kryesore pse vendimi po kundërshtohet për kryet e herës prej të gjitha aktorëve, po e kundërshtoj edhe vetë dhe po kundërshtojmë edhe si parti politike sepse nuk ka treg të lirë. Domethënë edhe në një analizë të zyrës rregullatorit e cila e bën vlerësimin e konkurrueshmërisë në treg, dokument ky i aprovuar në nëntor të vitit 2024 thuhet që tregu është tepër i koncentruar dhe nuk ka konkurrencë të lirë në treg. Për prodhuesit kjo ka me qenë fatale. Një pjesë të tyre kanë kontratat e eksportit, ata kanë potencuar dhe në kontakt me ta tregojnë që do të jetë e pamundshme, domethënë përmbushja e kontratave në kushtet kur energjia elektrike rritet deri në 300%. Në anën tjetër, të gjitha këto kompani do të detyrohen që të rrisin çmimet e produkteve të tyre, gjë e cila ka me u reflektu në nivel të rritë e inflacionit, i cili edhe ashtu, domethënë prej hyrjes në fuqi të vendimit të ZRE-s për ngritjen e tarifave 16.1% për të krejt konsumatorët, veç ka fillu, domethënë, kemi 4 fishim të normës së inflacionit në krahasim me muajin prill dhe mars të vitit e kaluar. Nuk befasohen prej tyre sepse për 4 vite nuk kanë bërë asnjë një reformë, nuk është bë as edhe një hap përpara rreth gjenerimit të kapaciteteve, domethënë investimeve në gjenerim të kapaciteteve të reja. Sot kur ne po flasim, kur kjo intervistë po xhirohet, më lejoni t'ju them që Kosova po importon energji elektrike. Është data 27 maj kur ne po xhirojmë dhe këtë mëngjes të dhënat tregojnë që konsumi i energjisë elektrike në Kosovë është 700 megawatt në orë dhe ne kemi kapacitet gjenerues, jemi duke prodhuar në fakt energji elektrike vetëm 400 megawatt. Janë 300 megawatt të tjera të cilat janë duke u importuar. Ne kemi pasur probleme gjatë muajve të dimrit, po menoj tash një kohë të gjatë për shkak të mungesës së kapaciteteve, por nuk na ka ndodhur që pikërisht gjatë muajve të verës të kemi kapacitete, të kemi një import të tillë i cili është marramendes. Andaj konsideroj që kjo ka me ndiku jashtë zakonisht, domethënë është negative. Nuk ka kurfar logjike që sot një operator i cili në bazë të një kontrate të privatizimit e cila ka qenë jashtëzakonisht e dëmshme dhe ka të drejtën ekskluzive që ta blej krejt energjinë që e prodhon korporata energjetike e Kekut, dal nesër dhe i njëjti të ju shes, domethënë këtyre 1300 bizneseve po vetë me çmim 260% me të shtrejt. Pikërisht për shkak të kësaj kontrate është gati se e pamundur, domethënë që të kemi edhe një liberalizim
të tregut, sepse ne kemi 2 kompani të cilat i takojnë një pronësie, një pronari, dhe njëra ka distribucionin dhe tjetra ka furnizimin. Kështu që në çfarë do variante kjo kompani do e ruaj pozitën e saj dominuese në treg. Në këtë mënyrë qeveria duhet të bëj politika të tilla, të cilat kishin me zhvillu konkurrencën. Ne fillimisht duhet ta bëjmë tregun e lirë, mandeti detyrojmë kompanitë që të dalin në tregun e lirë. Po i referohem dokumentit që përmenda më herët. Ky është vlerësimi i konkurrencës në sektorin e energjisë elektrike për vitet 2022-2023 është aprovuar në nëntor të vitit 2024. Bordi i Zyrës së Rregullatorit të Energjisë e ka miratuar një dokument. Ky është dokumenti i Zyrës së Rregullatorit të Energjisë dhe në këtë dokument thuhet që nuk ka konkurrencë të lirë dhe se tregu është jashtëzakonisht i përqendruar dhe përmend pozitën dominante të Keskos. Domethënë nëse shkojmë te faqja 22 dhe 23 ku flitet për përfundime në bazë të gjithë indikatorëve, të cilët masin koncentrimin e tregut dhe masin konkurrueshmërinë ose mungesën e konkurrueshmërisë në bazë të gjitha analizave, të cilat janë analiza të detajuara, do thotë vjen në përfundim që nuk ka konkurrencë. Kështu që unë konsideroj që Kosova për me zgjidh problemin e energjisë elektrike duhet që me qenë ma aktive në krijimin e kapaciteteve gjeneruese. Ne nuk guxojmë të varemi komplet nga importi. Mirë po, nga ajo çfarë ne kemi pa në ditët e kalume, po besoj që tashme janë të njohura për komplet publikun, ne kemi pa që zyra e rregullatorit të energjisë, Kosti dhe të gjitha institucionet të cilat janë përgjegjëse kanë dështu komplet në mbikëqyrjen e sektorit të energjisë. Tash imagjinoni, domethënë, ne na është ngritur energjia elektrike gjatë këtij mandati për konsumin mbi 800 kW, 128% kumulativ gjatë 4 viteve të fundit. Në anën tjetër, të dhanat e publikume prej Sakaos treguan që ne në vitin 2024 kemi paguar deri në 800 euro për transportin e 1 megavati energji elektrike në Kosovë. Domethënë 800 euro, nuk e dim ende çmimin sa është ble energjia elektrike, mirë po ne e dim që në vitin 2024 ne si konsumator, bizneset, ekonomitë familjare dhe të gjithë të tjerët janë ngarkuar me 800 euro, domethënë ishte 798.32 cent, vetëm për transportin e energjisë, domethënë vetëm linjat e transportit, kem pagu vetëm shërbimin e transportit e energjisë elektrike. Se vërtet që nuk kemi kuvend funksional sepse ende s'ka përfundu seanca konstituive, po zyra e rregullatorit të energjisë sipas ligjit i raporton kuvendit. Po mëse e vërtet është që na nuk kemi qeveri. Domethënë unë e potencova edhe më herët, Kurti Rizvanolli dhe të tjerët janë deputet sikurse unë dhe nuk kanë sipas kushtetutës së Republikës së Kosovës, ata nuk mund të ushtrojnë funksione ekzekutive. Mirë po zyra e rregullatorit të energjisë po shkon në takime që po i ftojnë këta që po e quajnë veten qeveri, ndërkohë që po refuzon të vijë në kuvendin e Republikës së Kosovës institucion të cilit i raporton në bazë të ligjit. Dhe unë po e them që krejt kjo është një skemë e cila sinqerisht duhet me uhetu. Cila do qeveri që bëhet, unë shpresoj që të bëhet sa më shpejt, sepse është jashtëzakonisht e nevojshme që vullneti i qytetarëve me u reflektu dhe me u çu në vend, duhet me u marrë. Kjo është një nga çështjet më urgjente. Përpos që duhet me bën ndërpremje, automatikisht duhet me pezullu vendimin e zyrës së rregullatorit të energjisë dhe me gjetë formë qysh me dalë prej kësaj situate, domethënë duhet personat përgjegjës automatikisht me u largu prej këtyre pozitave. Na nuk mundemi me leju njerëz të cilët kanë qenë përgjegjës për me i përcjell ankandet dhe ne kemi pagu 798 euro vetëm për transportin e 1 megavati energji elektrike që ata me qëndru dhe ne me prit që prej të njëjtive ne kemi me pas zgjidhje. Këta duhet me u shkarku në mënyrë automatike, duhet me u inicu me njëherë procedura dhe me ardhë njerëz profesionist, njerëz të cilët nuk janë donator të partive politike dhe të cilët punojnë dhe respektojnë ligjin
dhe jo me punu si pas skenareve të partive politike, sepse kjo është ajo, ndërhyrjet politike në këto institucione, kinësit e pavarura, kanë sjellur deri të një situatë të tillë. Unë konsideroj që nëse në 4 vitet e fundit ish qeveria ka pas mjete monetare për të ble paqen sociale dhe për të shpërndarë deri në 200 milion euro brenda vitit, duke dhënë si karamelet, mjete këto të cilat janë shpërndarë për me ble votë edhe me ble gjana tilla. Institucionet e reja të qeverisë së Republikës e Kosovës duhet me gjetë formën dhe duhet me gjetë mjetet për me ardhë deri tek dalja nga kjo situatë. Edhe nuk kisha propozu, dhe më thanë që të kemi edhe një rritje tjetër për të gjithë konsumatorët, dhe më thanë kjo ngritja prej 16.1% të shkoj në 21%, sepse prap kjo kishme ndiku në nivel të rritë e inflacionit, do të duhet të gjindë i forma e komplet bartjes e kostos për këtë çfarë ka ndodhur, po fillimisht duhet me u bë një hetim. Duhet me u bë një hetim sepse ka ardhur deri të ngritja e çmimit të energjisë elektrike. Legislacioni e lën të hapur mundësinë që tregu duhet të përgatitet para se të fillojë implementimi i liberalizimit të tregut, që nënkupton detyrat e qeverisë pasuese deri tek këtu nuk janë kryer në akte tjera normative, akte tjera nënligjore dhe nuk është përgatit tregu për liberalizim. Në ne u dashur të rivitalizohet i tërë sektori energjetik. Në 2 sektori energjetik është dashur të ketë kapacitete të shtuara për prodhimin vendor energjetik, jo të mvaret komplet nga importet. Në 3, pas rritjes së kapaciteteve prodhuese do duhet të koordinohej me institucionet e sektorit, me Agjencionin e Konkurrencës, me Agjencionin e Ndihmës Shtetërore dhe me bën një vlerësim real të tregut Kosovës se a ekziston mundësia e daljes në treg. Shqyqoni sot nuk e kena as një studim, as juridik, as ekonomik, e as energjetik në ngushtë fushës që vërtet a kena mundësi si shtet dhe si qeveri dhe si institucione me kalu në treg të lirë. Dhe ka detyrë nga aktet ligjore të mahershme që ZRE-ja me i kry këto procedura pregaditore, që qeveria u dasht me i kry këto detyra dhe nuk i ka kry. Pra nuk ka kriju mundësi që institucionet të cilat e vlerësojnë konkurrueshmërinë në treg me dhënë mendim se kena asnjë shkronjë nga Agjencioni i Konkurrencës. Nuk e kemi asnjë vlerësim nga ndihma shtetërore, që është institucion shtetëror, kushtetues. Dhe sot obligohen qytetarët, praktikisht bizneset, pa këtë analizë me marrnin. Mbi të gjitha, zyra rregullatorit nuk ka asnjë vendim final për me dalë në treg, sepse është e vetëdijshme që nuk e ka përgatitur tregin. Dhe shka ndodh e mshifet pas një norme tjetër juridike thot informim. Sepse po të kishte vendim, sigurisht kompanitë caktuara do ta ankimonin se s'ka vendim pa të drejtë ankese. Dhe tash ju ka mundësia bizneseve caktuara që me morë vendimin dhe me pa alternativen apo mundësinë e ankimimit. Dhe tash në mënyrë fiktive, normalisht zyra rregullatorit është vetëm implementuesi politikave të qeverisë, fatkeqësisht, edhe pse është me legjislacion i pavarur, tash po implementon politikat e qeverisë, e cila po i dikton 1300 biznese me shku te monopoli, me shku vetëm të një biznes. Është e vërtet që ka edhe me hy në statistikat e agjencioneve të regjistrimit biznesit, po të zyra rregullatorit janë disa kompani që janë të regjistruara për të tregtuar energji, por funksionale që kanë kapacitet me ju shërby biznese në Kosovë janë një, është vetëm Kesko. Pra këtu kemi monopol në mënyrë absolute. Dhe ky monopol është duke u bërë me aprovimin e heshtje të qeverisë. Në momentin që konstituohet kuvendi, ne do të ngritëm shqetësimin tonë dhe do të kërkojmë që zyra rregullatorit të energjisë të jap raport. Çka do të kërkojmë? Do të kërkojmë në rand të parë, ai ka implementuar aktet ligjore dhe nënligjore të vetat që i kanë nxjerrë. Shqiqoni, zyra rregullatorit kanë nxjerrë në 2017 për herë të fundit me sa mbaj mend
udhëzuesin se si duhet të përgatitet tregu i lirë energjetik. Dhe diku në nenin 2 apo 3, mund të gaboj, janë kushtet e liberalizimit të tregut, që duhet i plotëson shteti, rrethonat, ekonomia. Asnjë nga kushtet e dokumentit zyrtar të zyrës së rregullatorit për energji, për liberalizim të tregut, as nuk janë përfill e as nuk janë plotësuar. Partia Demokratike ka deponuar në zyrën e rregullatorit kërkesën tonë që praktikisht të gjitha këto shkelje, avokati i grupit parlamentar Partisë Demokratike i ka sistemu me profesionalizëm të lartë dhe ne do të presim hapat juridik që zyra rregullatorit e ka momentin e fundit të mos e bëj veprimin e rënd, ndoshta edhe penal, që të stopoj ose të prolongoj çështjen e futjes në treg derisa të plotësohen kushtet. Jemi në dispozicion maksimal edhe me ekspertë të Partisë Demokratike edhe të grupit parlamentar që të ndihmojmë në dinamikën e përmirësimit të liberalizimit të tregut, por me transparencë maksimale. Dhe pastaj ne normalisht që do të insistojmë që zyra rregullatorit të ketë një përgjegjësi dhe llogaridhënie direkte në Kuvendin e Kosovës për shkeljet, për mos nxjerrjen e vendimit, për mos zbatimin e udhëzuesit, që është dokument zyrtar i 2017-s, për mos zbatimin dhe implementimin e legjislacionit i cili e thot qartë që duhet të përgatitet çështja e tregut dhe për mos komunikim transparent me qytetarët, gjithsesi me bizneset. Shikues të nderuar, për me realizu këtë emision, unë kam provu edhe me intervistu Keskun e Kekun, por ata nuk kanë pranu me u deklaru. Një gjë është e qartë, tema e energjisë do vazhdoj të jetë temë e debatit, ndërsa ne do të vazhdojmë t'ju mbajmë të informuar. Vazhdoni me na shkruajt në kallzo.com dhe deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje.